1990 lek për përmasa teke dhe 3990 lek për përmasa doppio. Shtojeni dhomës gjallërinë e ngjyrave me dizajn modern dhe plot stil nga Dormeo. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim. A përdorni thika të cilat nuk presin siç duhet dhe shpesh priteni me to? Jo më, ju prezantojmë Delimano Brava Extreme Sharpener. Mpreheni thikat në më pak se 4 kalime, shpejt dhe lehtë. Thika për mish, peshk, perime, fruta dhe çdo ushqim tjetër. Gjithashtu mund të mprini edhe tejet e makinerisë së mishit. Kaloni thikat 3-4 herë dhe gjithçka është gati. Mprini thikat me përbërje çeliku ose karboni, thikat e bukës me dhëmza ose thikat tuaja të vjetra. Të gjitha do të kthehen në thika me tetë të mpret si të një diamanti. Ju themi me siguri se ky mpre special nga Delimano mpre gjithçka, madje edhe thikat e blenderit apo grirësit elektrik. Porosisni tani, telefononi në numrin e ekran dhe bëhet e juaja në çmimin fantastik nga 2990 lek për vetëm 1990 lek. Ofertë e jashtëzakonshme. Por prisni, bëni porosin tuaj tani dhe do të merrni dhuratë 3 thika speciale nga Delimano. Të gjitha tuajat nëse telefononi menjëherë në numrin e ekran dhe porosisni tani. Mpresja speciale e thikave nga Delimano është e dizenjuar për thjeshtësi, shpejtësi dhe saktësi në mpreje. Vështroni. Mpresja është e pajisur me një kapse me vakum në fund të saj për të mbërthyer fort pas sipërfaqes së tryezës ose banakut që të mos lëvizi gjatë mprejes. Kështu siguria është e garantuar. Sekreti qëndron tek tehet mprehës shumë të fortë, të cilat janë të vendosura në kënd 20 gradë, por t'ju siguruar mpreje më të mirë në një kohë shumë të shkurtër. Bëjeni tuajën tani. Telefononi në numrin e ekran dhe merrni mpresën speciale të thikave Brava nga Delimano. E merrni në çmimin fantastik nga 2990 lek për vetëm 1990 lek. Por prisni. Telefononi tani dhe për çdo porosi do të merrni dhuratë 3 thika speciale nga Delimano. Thikën për përdorim të përgjithshëm, thikën për domate dhe thikën për qërim. Të gjitha tuajat nëse telefononi menjëherë në numrin e ekran dhe porosisni mpresën speciale Brava nga Delimano. Nxitoni. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim. Dritare me Rudinën, çdo të hënë, ora 21 në Vision Plus. Ja ku jemi sërish së bashku të nderuar teleshikues, do të njohim me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. E shtunë 11 mars 2017 do ta nisim një herë me titujt kryesor të Panoramës. Me titull kryesor edhe për ushtarakët, mësuesit shtesa e re e pagës për çdo kategori. Zbardhet shtesa e pagës për mësuesit dhe ushtarakët. Sa bëhet rroga nga drejtori i gjimnazit tek edukatorët, shtesa sipas gradës në ushtri. Së regjistrohemi në zgjedhje, opozita ultimatum në KQZ, biznesi, takimin me Bashën, Bregasit, duam stabilitet politik. Turizmi dhe efektshmëria e investimeve publike. Ministri Gjerman me Ramën, keni mundësi historike për në BE. Në Durrës, masakra, nëna e 17 vjeçare, gjykata po liron vrasësin. Në çdo biznes, udhëzimi i ministrit Tahiri, kamera sigurie në biznese dhe pallate. Një përgjigje pa përgjigje. Veshje firmato dhe udhëtime të shtrenjta, zbulohet jeta luksoze e vajzës së Eli Farës. Panorama Plus, flet Lori e Big Brother e vërteta e lidhësime me Veselin, meshkujt që më pëlqejnë. Janë këto titujt kryesor të gazetës Panorama, do të vijojmë me të përditshmen shekulli. Me titull kryesor, matura ndryshon formula e llogaritjes së mesatares. Zëvendës ministri Anora Malaj flet për kriteret që do të ndiqen, provimet koincidojnë me afatin e zgjedhjeve parlamentare. Procedurë e re edhe për gjimnazistët që nuk arrin të marrin notë kaluese, udhëzimet që do të ndiqen nga maturantët. Intervistat Sara Kapo dhe Alba Çobaj rrëfejnë domethënien e tatuazheve. Ermira Kola dhe Renis Gjoka flasin për projektet dhe ndryshimet jashtë muzikës. Zyra e mobilizimit si çadrat e vettingut, vetëm antishqiptarët se përfillin ligjin. Mbetjet kimike, prokurorët dyshojnë për dokumentet të tjera. Mediat italiane zbulojnë kompaninë që do të menaxhonte mbetjet e rrezikshme në Maqedoni. Ekspertët rikthehen në doganën e Durrësit dhe Qafthanës për kontenierët që kanë hyrë dhe dalë nga Shqipëria.
Pa protesta, 8 marsi jasi u festua në Tiranë dita e gruas, klubet me striptist, në krahasim me një vit më parë, ra pjesëmarrja e femrave që festonin. Natasha Lako të rrëfejnë vetë jetën rehale pa ju hapur dosja. Kriza në Maqedoni, Zoran Zaev braktis marrëveshjen për gjuhën shqipe. Kreu i LSDM-s prezanton programin qeverisës për plasje me presidentin Ivanov dhe me ish kryeministrin Gruevski. KQZ në Ngërç skadojnë afatet për komisionit e zgjedhjeve për plasja, palët me 2 qëndrime për procesin e 18 qershorit. Flasin antarët e komisionit. Meta duhet të garantojmë votime të lira, por jo me ultimatume për t'i dhënë zgjidhje. Flamurtari Partizani, Torrasa në Vlorë, bëjmë golead, Duro, ai nuk di të shënoj. Çështja Shullazi, Ylvi Beqa rrëfen si ja morën 30% të aksioneve. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme, do të kalojmë tek gazeta shqiptare. Me titull kryesor, pagat e reja, tabelat për 32.000 mësues, rritje rrogash edhe për gardistët, strukturat e policisë dhe diplomatët. Zbardhet vendimi i qeverisë për ndryshimet, sa u shkon rroga punonjësve të bashkive të mëdha të vogla, përfitojnë edhe policët bashkiak. Nuk ne kanë fajin filmat e socializmit, jetojmë në Shqipëri. Themelimi i Partisë Komuniste, Sadik Premtja, pse Enver Hoxha refuzoi pjesëmarrjen. Kujtimet e Parisit të vitit 1950, ish themeluesi i Partisë Komuniste, bisedat e Dushan Mugoshës dhe frikrat e ish diktatorit. Meta, dështimi i zgjedhjeve, pengesë dramatike për Shqipërinë. Provimet e maturës, ja struktura e datat të testit. Tutori më hodhi në Kazan Plerash, më tha që si duhesha më. Big Brother zbulohet çifti i parë konkurrent, në punësimi si fitojnë bizneset, paga e sigurime nga shteti. ATP, statusi çdo prone në Elbasan, Peqin, Librash dhe Gramsh. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare, do të vijojmë me shqiptarja.com. Me titull kryesor, goditet reforma, kushtetuesi arrozon ligjin për korrupsionin e gjyqtarëve. Gjykata e poshtë pjesërisht ligjin për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, shfuqizon 40 shkelje që penalizonin magjistratët. Rritja e pagave, administrata, tabelat zyrtare me gjitha pagat e reja nga 1 marsi në fuqi për vendorët, arsimin, diplomatët dhe ushtarakët. Çoroditet opozita, Lulzim Basha, s'do të bojkotojmë zgjedhjet, do t'i sabotojmë. Kryetari i opozitës deklaron se PD nuk do të bojkotojë zgjedhjet, por nuk do të lejojë zhvillimin e tyre. Procesi i integrimit, Ilir Meta shkres për kryetarët e komisioneve, kontrolloni qeverinë, 16 detyra, realizoni me cilësinë kërkesat e planit veprimit, do t'ju monitoroj. Nisma e ministrisë, 10 muaj afat biznese, shkollat blindohen me kamera, udhëzimi Sajmir Tahirit, kompanitë e mëdha do të caktojnë spiun për policinë. Mars 97, Milo Berisha më kërcënoi me 15 vite burg, çfarë i thash? Fotot e mjekut kroat, Shqipëria në vitet e para të diktaturës, Shkodër, flakët përfshin 3 banesa, humb jetën i moshuari. Ishin këto titujt kryesor të shqiptarja.com, do të vijojmë me të përditshme gazetën Dita, me titull kryesor Luftë me urdhër të kujt? Kundër kujt? Më i keq Gërgasi se sa Dorasi, klani serb i Tiranës, politike dhe kërcënimi i atij që prej 20 vitesh nuk duhet ishte më në politikë dhe as qytetar i zakonshëm. Struktura e testeve për 5 provimet e detyruara dhe me zgjedhje, mas miraton datat e provimeve, shtohen edhe 2 lëndë të reja për maturantët e shkollave profesionale. Tabela, sa është rritja e pagës për mësuesit, edukatorët dhe drejtuesit në arsim. Shaqir Vukaj, çfarë më kërkuan në mars 97 amerikanët, pjesa e 3 e ditarit të ish ministrit të mbrojtjes, kur si gjak pirës nuk të gjendet shoku. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Dita, do të vijojmë me të përditshme tema, me titull kryesor, letër në KQZ, Basha, kushte për të mos bojkotuar zgjedhjet. Editorial nga Merobaze, ndihmojeni lulëzimin të jetë i qartë, Lorenz Vangjeli, humbja vret edhe fitimtarët, Shpëtim Nazarko, vrapo Erion vrapo. Rama në Berlin, Gjermania, Shqipëria, mundësit i bashkohet BE-s. Bandat kriminale më famkeqe shqiptare dhe të pamposhturit me dorë të hekurt. Rrëfehet Pascal Milo, Berisha më kërcënoi me 15 vite burg, ju përgjigja shkon në Vlorë po ta mbajti. Kushëriri i Lulit lë çadrën për çerdhen e Veliajt. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës si e pritëm grupin Lab nga fshati i Kunatit. Tufa kërkon ndalimin e filmave komunist, komentuesit Okopuk. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Tema, do të vijojmë me gazetën Mapo në formatin Mapo Weekend, me titull kryesor Bojkot apo jo, pikpyetja mbi zgjedhjet e 18 qershorit. Opozita i bëri me dije KQZ-s se nuk do të regjistrohej për zgjedhje derisa kushti i saj për qeveri teknike të ishte plotësuar. Kjo i vë zgjedhjet në dyshim, megjithëse opozita pretendon se bojkot nuk do të ketë. Henri Çili priftrinte rrem të publikes dhe Artan Fuga si ilustrim. Artan Fuga, kujtimet mia nga Universiteti Evropian i Tiranës. Opozita do të futet në zgjedhje me hir me pa hir, peripatos kriza e identitetit, reaksionari Diana Çuli është thjesht një rast,
editorial Kalavera, Vasili apo qeveria brenda qeverisë. Portali më i madh i shitjeve online evoluon më tej duke u përshtatur me tregun shqiptar. Parashikimi, blushi, kriza shqiptare më e ashpër se në Maqedoni dhe Rumani. Vizita, Gjermania, reformat nuk janë të thjeshta para zgjedhjeve. Ligji versus akademizmi, angazhimi me qerpik të vënd. Voajarizmi i Moravias si mund të thyej tabut një shkrimtar, lirika dhe ironia në letërsinë Arben Dedjes. Janë këto titujt kryesor të gazetës Mapo, do të kalojmë më njëherë me titujt kryesor të gazetës Sot. Politika e tmerruar nga reforma në drejtësi përjashton ndërkombëtarët nga vetingu ja pra pas skenat e vendimit parlamentit. Ndërkombëtarët përplasen me Petrit Vasilin, Kalavera nuk do të ketë marrëveshje të re për rolin e ONM-s. Zbardhen tabelat e plota, ja sa rriten pagat për mësuesit, policët dhe administratën, shumat sipas profesioneve. Komisioni parlamentar mbyll hetimet për aferën e CEZ, dosja drejt prokurorisë rrezikohet Sali Berisha dhe djali i tij. Ben Blushi, tërheqja e opozitës nga zgjedhjet, kërcënim serioz, vendi drejt një krize më të thellë se në Maqedoni dhe Rumani. Pas politikës edhe kushtetuesja godet reformën, shfuqizon 22 nene në ligjin për statusin e gjyqtarëve, ndalon rikthimin e parave të korrupsionit. Ylli Manjani vetingun duhet ta riniste presidenti, vendimi i kuvendit i diskutueshëm, Rama shkarkoi sekretarin e përgjithshëm. Firmoset udhëzimi ja bizneset që duhet pajisen me kamera siguria afat deri më 28 dhjetor. Bllokohen zgjedhjet e reja në Kavaj, kushtetuesja dhe presidenca ping-pong me vendimin dhe afatet, i jepet kohë opozitës. Artistët në protest kundër kumbaros të shkëpusi Martin nga kthetrat klienteliste e institucionet në mirim. Frymëzimi Star Wars për Republikën e Re, Skënderbeu që polli çadra. Janë këto titujt kryesor të gazetës Sot, do të vijojmë me Telegraf për ditën e sotme. Zoran Zaev tallet me Ali Ahmetin, lideri i LSDM-s hodhi poshtë marrëveshjen me BDI-n e Ahmetit duke deklaruar se në Maqedoni gjua shqipe nuk do të jetë gjua e dytë zyrtare. Madje as kartmonedat dhe uniformat nuk do të jenë në dygjuesi. Procesi i vetingut zhduken 42.000 deklarime dekriminalizimi të bëra nga drejtori dhe në punës në mars-prill 2016. Skandali me mbetet kimike, media italiane shkruan sërish, ja kush është firma që kishte kontraktuar për 1300 kontenerë të zhdukur. Shkelja kushtetues, Kalavera, letër ministrit Vasili. ONM nuk do të ketë fuqi vendimarrëse, por vetëm monitoruese. Intervistë me kreun e LSI Ilir Meta, reforma në drejtësi përcaktuese për integrimin, cënimi i zgjedhjeve, aq më tepër dështimi i tyre do të ishte një pengesë dramatike për të ardhmen stabilitetin e vendit, sepse për integrimin evropian nuk do të bëhet më fjalë. Emigracioni në Britaninë e Madhe, ja si mund të aplikoni për të punësuar në Angli, kriteret, sistemi pikëve, dokumentet për vizë dhe lista e plotë e pagave sipas profesioneve. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf, do të vijojmë me 55-ën për ditën e sotme. Qeveria teknike, rruga e vetme për ruajtjen e stabilitetit. Basha është e sigurt se qytetarët do të fitojnë, prandaj s'ka nevojë për propagandë me bojkot. Pedagogët në sheshin e Liris, vota është çështje të gjithëve, jo e një partie. Berisha, Edvin Kristaq Bixhozi ja beson Vllaolcit lëret e larjes parave të tij të pista. Skandali mbetjeve kimike, prokuroria e krimeve të rënda merr në dorë hetimet për zhdukjen e 1300 kontenierëve. Shqipëria përsëri në udhkryq. Edhe Zaevi i Sorosit gënjen shqiptarët. Forum ultimatumi i Thaçit jap dorëheqje nëse kuvendi nuk voton për formimin e ushtrisë. Përpjekjet ruse për të përçarë perëndimin me arshiun plakun nga çamëria në fshatin Varfanj. Kooperativat bujqësore, sistemi njerëzor stalinist i skllavërimit të popullsisë nga Enver Memishaj. Ishin këto titujt kryesor të 55-s, do të kalojmë tek rilindja demokratike. Titulli kryesor i RD-s, s'ka zgjedhje me zagarët e krimit. Qeveri teknike për dekriminalizimin, luftën ndaj drogës dhe përgatitjen e zgjedhjeve. Kemi vendosur të mos paraqesim kërkesë për të regjistruar si subjekte zgjedhore në KQZ dhe rrjedhimisht as si koalicion zgjedhor në shkallë vendi deri në momentin e arritjes së marrëveshje politike që siguron realizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Shqipëri përmes krijimit të një qeverie teknike. Edi e Vllaolcit lëret e fatit për 30 vite, koncesioni është dhënë kompanisë Mac Networking, e cila zyrtarisht figuron në pronësitë ortakut të Olci Ramës Endri Meksi. Me këtë të fundit, Olci Rama është bashkëortak në kompaninë Pegasus Communications. A është Beni Nexhmia? Italia, firma e kontraktuar për 1300 kontenierët. Kryebashkiaku rre mësuesin pse nuk jemi PS-n. Programi IPD-s injeksioni mbi 1 miliard euro. Rekordi i ri 587.000 duan të ikin nga Shqipëria. Ishin këto titujt kryesor të RD-s, do të kalojmë tek integrimi për ditën e sotme. Me titull kryesor lançohet Forumi Ekonomik LSI Strategji Zhvillimi për më shumë shanse për punësim dhe mirëqenie. Kryetari i LSI-s Ilir Meta, çështja e zhvillimit ekonomik është sfida më e madhe për të sotmen dhe të ardhmen e vendit. Strategjia jon ka në fokus rinin, punësimin e saj të qëndrueshëm dhe cilësor.
Drejtuesi i Forumit Ekonomik të LSI-s, Maksim Casli, plan konkret për rritje ekonomike dhe punësim të qëndrueshëm e të mirë paguar. Si po vepron ekonomia dhe politika në mirëqenien tonë? Panariti të rishikohen kuotat e peshkimit, dyfishon të ardhurat dhe rrit punësimin. Lefter Koka, censusi për shpendët dimërues konfirmon efektet e moratoriumit të gjuetisë. Eles Gjoza, Ymer Pampuri, ikon e sportit shqiptar, jemi krenar që ecim në rrugën e tij të ndritur. Ilir Meta, ka ardhur koha që të mos kemi më zgjedhje me probleme, duhet dialog proaktiv. Ishin këto titujt kryesor të integrimit, do të kalojmë tek Panorama Sport për ditën e sotme. Dobjo Salii nuk mjafton, Tirana shtank Skënderbeun, Korçarët ngecin me të mëdha, Hoxhallari shënon një supergol, spektakël për 1 pikë në Selman Stërmasi, Bardheblut, asist Kuksit dhe Partizanit. Halili, nuk kemi marrë premio, me Muzakën takohemi në kas. Salii, nuk fitohet kur pëson 2 gola nga goditjet standarde. Ndeshja fillon pa ambulancë, Josa dhe Daja takohen në kafe. Partizani, Krasniqi, dëmtim horror. Torasa e mbyllim fazën të parët. Flamurtari, Durrës fidon Partizanin, duat i mund. Basketbol rinovon trajneri kombëtares, Ponari, jemi në stad tjetër. Fiton Beslidhja, jep dorëheqjen drejtori Erzenit. Akuza për tolerim dhe polemika për arbitrimin. Noka, Qari një pazargji. Efekti Smajlaj, Bashkia presion FSHF-s për stadiumin. Triumf me polemika, penalti në shtesë, Juvja tërbon Milanin, Moviola, arbitri gaboj në fund, goli Milanit jashtë loje, Dybala, kanë 6 vite që ankohen s'din të na mundin, Montella ironik, lërini arbitrat të gabojnë të qetë, Donnarumma put sistemën e Milanit, acaron Juventinët. Pra pas kenat, 2 lojtarë të PSG-s e gdhin me Rihanën para Barcelonës. Ishin këto titujt kryesor të Panorama Sport, do ta mbyllim me Sport Express për ditën e sotme. Shansi e Arti Kuksit, edhe pse me mungesa pafund, skuadra e drejtuar nga Ernest Gjoka ka rastin të rikthehet në krye e vetme, sepse pret korabin e vendit të fundit. Presidenti Halili duam vendin e 4, nuk na jep askush premio. Çështja Tefik Osmani nuk luan, Daja mohon problemet. Superliga, Partizani, Krasniqi, dëmtim horror, humbet ndeshjen e sotme. Tirana kujtohet të bëj Tiranën. Skënderbeu zhgënjen dhe ndalet e barazimi 2-3 në një ndeshje të bukur që u ndoq edhe nga një numër jo i vogël tifozësh. Flamurtari, Duro realist, edhe 1 pikë na vlen shumë. Vllaznia, Martini, kujdes Laçin, ekip që nuk dorëzohet. Kategoria e parë, Beslidhja fiton mes polemikave në Shijak. Itali një penaltim poshtë Milanin, Baka tenton të godas gjyqtarin. Polemikat, arbitri i Barcelona PSG drejt përjashtimit nga UEFA. Bayern, Ancelotti kërkon fitore për Lamin dhe Alonson. Ishin këto titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. Shefi e emisionit ONM-s Kalavera i përgjigjet ministrit Vasili nuk ka nevojë për marrëveshje të re për funksionimin e bordit menaxhimit. Kryeministri Rama vizit në Berlin, takohet me ministrin e jashtëm Gabriel dhe merr mbështetje për reformat, zbatimi i vettingut vendimtar për negociatat. Opozita ultimatum në KQZ për zgjedhjet, Basha mohon bojkotin, por deklaron se s'ka votime me Ramën, biznesi i kërkon të jap fund bojkotit, pengohen reformat. Mos pjesëmarrja e opozitës në zgjedhje nuk pengon procesin elektoral. Ekspertët shpjegojnë se kodi parashikon zëvendësimin e përfaqësuesve të partive. Në zjarr i madh ka rënë një banesë në Shkodër ku përpasoi ka humbur jetën një 74 vjeçar. Shkak i flakëve ishte shpërthimi i bombulës së gazit. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka për këtë edicion të parë informativ për ditën e sotme në Vizion Plus. Lajmet e radhës në orën 13 deri atëherë bashkë, mirupafshim. Është ajo